Një moshuar në lagjën numër 18 të Durrësit po kalon mbase ditët më të vështira të jetës së saj. E vetme me smjerimit, sëmundjeve dhe mungesës së higjienës, Dhurata Dallxhiu ndihmohet për vaktet ushqimore nga disa fqinj. Prej 3 ditësh shtëpia po pastrohet nga disa punonjës ndërmarrjes komunale. Pasira e rënd që vinte nga apartamenti në katin e parë ishte kthyer në shqetësimin kryesor për fqinjët, të cilët njoftuan njësinë administrative. Çdo rendi shtëpiake po nxirret jashtë, ndërsa apartamenti ka nevojë për dezinfektim, ajrosje dhe pastrim rrënjësor. Ajo që e vështirëson dhe më shumë situatën e të moshuarës janë këmbët, që janë mbushur me plagë të infektuara, të cilat thotë se i mjekon vetë me jod. Ma këmbët e ka. Pse janë sëmurur këmbët? Nuk e di, sot e di natë. Sa kohë bë që janë sëmurur këmbët? Tash më bon. Ti nuk e shkuar të shohësh asnjë doktor ose ka ardhur dikush të t'i shohë? Jo, po kam shkuar, i bujmë është me indax, jo. Ti jeton e vetme? Po, isha me motrën më vdiqe dhe... Ti jeton dhe në një apartament pa ujë, pa drita. Sa kohë bë në këtë gjendje? Pra që Jo, tani mi që në dritat mua, se ujë kam. Sa kohë tu bë pa drita? Ja. Dritaret e apartamentit dëshmojnë nga jashtë gjendjen mjerane të banesës, por ajo që e bën më skandaloze situatën është mbyllja me kompensat e njërës prej tyre, me qëllim murosjen e saj. Fqinjët pohojnë se situata është mjaft e rënduar dhe për ta, ndërsa sipas tyre në apartament nuk ka as ujë dhe as energji elektrike. Është diçka shumë e fishme, do tani presim këto viruse që dalin her pas here. E kam ndihmuar me ndonjë pjatë ushqim ose me të lartë që i kam bler një detergjent apo pak ujë të ngrohtë që ja kam dhënë, sepse më ka qenë ishte ankuar që s'kishte ujë, nuk kishte drita. Na janë përgjigjur bashkia të sociale që ndihmon, janë përgjigjur, por shëndetësia nuk po bëhet domethënë e gjallë. Shqetësim nuk ka ku të shkoj më da largoj. Ose të mëll portën, derën, da saj me tull, se nuk jetohet. E pa mundur. Kreu i njësisë administrative numër 4, Fredi Musaj, bën të ditur se po vijohet me pastrimin dhe dezinfektimin e apartamentit, ndërkohë që drejtoresha e shërbimit social në bashki, Diola Xhango, bën të ditur për Durrës Lajm se situata është përkeqësuar kohët e fundit për shkak të sëmundjes së kujdestares së dhuratës. Autoritetet lokale po e ndjekin nga afër situatën dhe po tentojnë të gjejnë një tjetër kujdestare për të moshuarën, që është e paaftë të kujdeset për veten e saj.